Përshëndetje goca, atëherë kam munguar shumë të vlogu dhe ju kërkoj shumë falje, por për momentin jam ndjerë mirë që këtë pjesë tjetës time mos ta publikoj shumë me vlog dhe ta shijoj sa më shumë. Shumicën e kohës kam patur komplikacionet vogla, por që janë shumë të vogla edhe të papërfillshme për aq kohë sa baby është mirë dhe unë jam mirë. Tani jemi në javën e 36, domethënë kemi hyrë në muajin e 9, edhe baby është në pozicionin e duhur, nuk ka kordon rreth qafës, kështu që jemi gati për lindje natyrale, por nuk e di se si do shkoj kjo pjesa, edhe tani më ka kapur ankthi sepse nuk kam bërë rrobat gati, të shumica kam hequr etiketat edhe i kam ndarë pak a shumë me se si do t'i lajnë lavatrice, por tani para se t'i vendos, do i shikoj dhe njërë tjetër. Ja, kjo është një ndër arsyet pse nuk bëj vlog, sepse duke folur kam her pas here koll ose lodhem pak më shumë, kështu që nuk kam dashur që te vlogu t'jem në këtë mënyrë ta ndërpresim gjatë gjithë kohës, kështu që tani do bëj ndarjen përfundimtare të rrobave për t'i vendosur në lavatrice sepse nuk kam më kohë. Duhet bërë gati valigja sepse nga një kontroll që bëra mjeku më tha që foshnja mund të lindi nga momenti në moment sepse është në pozicionin e duhur dhe ka zbritur shumë poshtë. Nuk e dim asnjëherë, tha mund zjasi edhe deri në javën e 40, mund zjasi edhe pak më shumë, por ti gjithsesi ti je gati. Kështu që fillojmë. Këto pothuajse i kam ndarë, i kam hequr etiketat, janë komplet të bardha, janë badit edhe badit thjeshta edhe tutinat. Këto janë nga Nexti edhe o zotë e madhë, nuk e di po këtë periudhë me Nextin jam dashuruar si firmë, nëse ka ndonjë firmë tjetër që ju mamat e përdorni edhe që e ka materialin po kaq të mirë, më thoni. Me vërtet mund të them që një material perfekt që nuk e kisha hasur në asnjë material tjetër. Tutinat janë të tilla. Sot vogla, nuk e mendoj dot. Këto janë gjitha të bardha, dhe tani lavatricën e parë, unë do vendos lavatricën e të bardhave. Gati. Edhe këto tutinat që tani unë rrobat e mia, këto me ngjyra i fus gjitha bashkë, përveç skuqeve. Kurse këto të bebit, nuk e di, po mendoj që këto që janë si bojqelle, si bezh, që janë ngjyra të lehta, të vendos veç, edhe këto që janë ngjyra pak më të forta, të vendos veç. Nuk e di, domethënë i kam pak më frikë të ngjyrat e bebit, nuk e di, nuk duhet më prishe. Kur them për shumë me ngjyra janë këto që janë të bardha edhe kanë këto nuancat e lehta. Nuk e di ata fus me të bardhat këta. Unë dhe të bardhat me 60 gradë i laj, nuk i laj me 90 gradë. Kështu që mendoj se është okej edhe për ta vendosur me të bardhat. Ta shoh një këtu të përshkrimi. Ja, kjo duhet laj me 40 gradë. Kështu që të këto kështu. E këto bëjqellet. Këtyre ja kam eliminuar të gjithave, shumicës, vetëm disa gjëra që i kam blerë këtë javë, nuk i kam hequr etiketat, edhe nuk i kam bërë gati. Këto janë të këto me, të kjo me ngjyra. Po mendoj. Tani, ky është seti që do dalë nga materniteti, nuk po e tregoj akoma, është sa filmas këtu. E kam porositur online edhe është shumë e bukur, por materiali nuk bën. Materiali nuk është se më pëlqen, nuk është perfekt, por për një ditë, për dalë nga spitali, është shumë e bukur. Unë ja kam thënë që shumicën e rrobave të bebit do i shikon e veshur, shpresoj shumë t'ja vesh gjitha, sepse me sa shoh tani kam marrë shumë rroba që janë 1 deri në 3 muajsh, kam marrë shumë rroba që janë 0 deri në 1 muajsh, edhe mendoj që këto rrobat 0 deri në 1 muajsh, nuk e di, po s'kam shumë shpresë që do të veshë. Por gjithsesi do shohim. Këto peshqir këtu në Gjermani
nuk ka pëlqyer në asnjë dyqan. Kam shkuar dhe ishin këto materialet si pambuk që nuk thithin fare, kështu që mora një nga Shqipëria, e kam marrë te një firmë Oztilek, nuk e di, firmë turke, edhe kam marrë mame. Mame thash materiali mirë, gjithsesi e mora një për ta parë se sa i mirë ishte si material, edhe ishte vërtet shumë i mirë. Kishte qenë te shtëpia bebes edhe te një dy dyqane tjera për bebe në Durrës, por nuk bënin, edhe kishte gjetur vetëm te kjo firma që ka vetëm peshqir, çarçaf, diçka të tillë, dhe materiali perfekt. Tamam këto gjërat e Shqipërisë që janë shumë mirë. Kështu në këtë ne ka përdorat në me gjyshin. Edhe kam marrë edhe këto copat e fanelatës. Në Shqipëri jemi mësuar që kur rindin bebet rinë me këto copat e fanelatës, është kjo fanelata but, këtu nuk është se kam gjetur, ndoshta edhe ka, por nuk e di unë se ku janë. Kam marrë këtë që është për te baby kotip ose për te karroca, që është klëf dysheku i karrocës. Është bërë me zinxhir, këto janë bërë në një firmë metrazhesh, janë bërë me porosi, është me zinxhir komplet, dhe është për masat e dyshekut. Kështu që copat janë shumë bukura. Këto janë çarçafët poshtë të krevatit, janë si klëf. Janë bërë me këtë që trin sa më mirë te baby. Kam bërë dy palë se këto mos gaboj, edhe këto janë dhurat nga nëna dhe gjyshi. Se dhe ata më zipoj presin se kam baby në parë. Edhe napat edhe copat e fanelatës për ta vendosur kudo që t'jetë sterile. Dhe që marrë nga Shqipëria këto. Na erdhën dje. Na erdhën me një karton të madh që për këto u nis të fugoni, ndërkohë mama me babin tim ja kishin plotësuar çik qefin bebit vet. Dhe thash babit më fut një 4-5 çokolada nga ato pitipia ose albeni, edhe një 4-5 lloje patetina që këtu nuk i gjej. Dhe gjeni pak, babi mi kishte sjell me kuti. Kështu është babi. Po e prosit e për gjë, ta sjell me kuti, edhe djati ka çkallall që këtu nuk gjendet, po është perfekt. Kur janë nga Shqipëria. Asë në zivë pres hajë, fakt. Thesa gjume, sepse kam lexuar shumë informacione, dhe shumica thonë që nuk duhet me batanie ose me jorgan, kështu që i kemi marrë thes gjumi edhe do përdor këto. Janë të robat me ngjyra tani. Kemi marrë edhe laudra që ja tregojmë. Një libër që ta fillojmë me libra. Po një gjave mamet me libra të rri. Kemi marrë edhe një peshqir këtu, se gjithsesi nuk mund të rrezikoni mos merrnin fare. Po tani peshqira do i porosisim në Shqipëri. Se na pëlqyen andej. Edhe pse këtu ishte çmime pak më shumë se sa në Shqipëri, në Shqipëri ishte më i mirë. Kështu që ka të thonë jo po jashtë shtetit, jo po kështu, jo po ashtu. Ne jemi mësuar ato gjërat që jemi rritur dhe normale kemi qef edhe bebin të arrisim me gjërat që ne jemi mësuar të arrisim. Jo me tos që arrisim të jashtë shtetit. Ky këtu është shumë i bukur, po nuk besoj se të thithi fare ky. Shqiri. Gjithsesi. Atë videon kur kam hequr etiketat e para, nuk e kam bërë se kam ndruar komplet sistemimin e dhomës, sepse nuk më nxinte gjërat, nuk më nxinte krevatin e bebit ashtu siç e kisha, edhe dollapin nga me 3 kanate e kam kthyer me 2 kanate ose nga 6 kanate me 4 kanate. Në vend që të zbadhoja e kam zvogluar, sepse dhoma nuk ishte e përshtatshme dhe nuk më nxinte. Kështu që e kam sistemuar në atë moment dhe kam qenë duke sistemuar shumë rroba edhe nuk kam mundur të filmoj, prandaj nuk kam filmuar. Çik s'kisha unë fuqi, çik. Tani këto peshqirat i pas kanë ngjitur me ca ngjitse. Qasë materiali kot. Këto nuk e di se sa pak do ta përdor këtë peshqirin që e kam marrë këtu. Por me sa shoh, mos do e përdor fare.
Gjithsesi e lajm. Quella skësharën. O, zotë madh. Kanë futur gjasmë edhe këto peshqirat e pakëra, peshqirat madh, këto peshqirat e vegjël për fytyrën. Dhe pas kanë ngjitur me ca ngjitsa, në pas kanë kënaqur. Megjithëse mua më tha mami që ndoshta në momentin që lahen bën materiali mirë, por nuk e dim. Të shohim. Tani edhe këto që janë kështu, të fus të këto këtu, janë me ngjyra. S'kam bërë gati as valixhen e maternitetit, as i gjë, edhe mendoj biri doj të vi, mami nuk ka bërë gati as një gjë, kështu që prit edhe pak. Nuk e di as kur të ta nxjerr të vlogun, me çfarë vlogu do ta bashkoj, por të shohim. Nuk e di. Nuk e di fare që kam bërë me këto vlogjet. Kam filmuar goxha, por e kam shirë pastaj. Nuk më kam pëlqyer se si kam folur, nuk më kam pëlqyer që më shmbajtur fryma, ndonjëherë më ka plemza, ndonjëherë fillojnë urthet e stomakut, ndonjëherë vjen për të vjell. Unë vjella kam patur gjatë gjithë shtatzanis, nga java e parë deri në javën e fundit. Unë se djash java fundit kjo, po deri tani, do më thënë deri dje pata probleme. Nuk i kam patur konstante, por i kam patur gjatë gjithë kohës, nuk i kam patur të shpeshta. Madje mund të them që një ndër muaj që kam qenë më rehat, ka qenë muaj i parë, tani që e mendoj. Muaj i parë, 3 mujor i parë. Kurse tani, ky fundi njerë, me zi lëviz, me zi kthehesh. Sot presim të na vi edhe na vi të bibi Nesti. Edhe na i sjell shoqja mamit nga Anglia. Shumë faleminderit, ka bërë edhe mua një dhuratë për që do bëhem mami. Ato kanë ardhur, edhe një dhuratë që kisha ditëlindjen, kam patur 30 vjetoren. Këtë vit ndrova edhe për fiks, edhe status. Të dyja bashk. Edhe ato më erdhën edhe u emocionova vërtet shumë. Sot presim edhe baby Nestin e birit. Edhe ta falenderojmë që këtu, faleminderit Kitjas. Kemi dhe shokun ton të vogël, Henrin. E ishim tani, vogli jemi neve, po. O, zotë madhë. Prerja e këtyra ngjitsave, që ngjitsash që kanë izoluar me një ngjitsa, thua ti, do t'i heqen nga këto paketimet për dyqane. Shumë kanë acaruar dhe atë ditë kur I kam hequr. Edhe ca gjërat të tjera I kemi marrë nga kushërinjt, nga Marlin dhe nga Roysi, ne ka dhënë Halla. Edhe kështu, dhuratën e parë fare ne ka bërë Daja. Ne ka sjell në 3 mujorin e parë, mos ka bëj kam qenë kur ma ka sjell vllai dhuratën e parë, edhe nuk e dinim as çfarë kishim. Kemi marrë një për gocë, një për çun. Jo, një për çun, një për unisex. Se Daja ishte shumë I bindur që ishte çun. Edhe që lapet o zotë sa të vogla. Po dhe fusit kam bën këtu të këto çarapet. O zotë ma ngilët nuk kam rënë gjëra. Falni goca. O zotë.
Ja. Ka që ishte dhe mua tani ka kapur një vap, që nuk përrej dot. Këte i ka bërë shumë vap këtë periudhë, shumë vap, jashtëzakonisht. Edhe ndaj ndoshta nuk kam qenë shumë të rezi për të filmuar, po ka qenë një vap e tmerrshme, që mund të them që gjëja më e bukur që kam bler këtë verë është freskusja. Unë edhe në Shqipëri do thoni pse se vapa Gjermanisë nuk krahasohet me Shqipërisë, po këtej më vërtet ndiej më shumë. Ndoshta për faktin që në Shqipëri unë jam rritur me kondicioner, edhe kudo që shkoja në punë, në shtëpi, kudo që dilja, ishte me kondicioner, zgjidhnim lokalet me kondicioner, zgjidhnim kudo ashtu, kurse këtej nuk ka kondicioner. Ka domethënë, po ne jemi në shtëpi me qira, kështu që nuk është se i vën dot. Blevëm një freskuse. Na ka bë punë. Së dje që bënte kaq punë freskuse, na ka bë punë. Opa. O, të si vogël, sa të vegjël, ku do i vegjël? Një gjithë do të tregoj se këto janë shumë të thjeshtë, edhe i kam marrë për ato badet dhe ato tutinat që janë vetëm të bardhat Nextit. Shifa cik, ku do ta fusi kokën këtu? O, gjoca të vogla. Gjoca të vogla. Top se futa këte, të janë me ngjyrë. Në shikoni arsyen sepse s'kan filmuar. Qa të filmosh kështu, më kanë në 100 herë këto gjërat në dorë. Ja, edhe kjo ishte mangut. Jam bërë dhe qumë djerës tani këtu. Edhe, hajde filmo, thone ju. Pas ka shku 20 minuta të foku. Ti kjo në goca të bëj gati këta, mos t'ju ladhe dhe juve këtu me këta budalliqet e mia. Edhe ta hap këtë vlogun, mendoj edhe kur të bëj gati valizën e maternitetit, edhe të bëj një vlog për të gjitha, edhe ta hedh para se të lindi çuni. Edhe pastaj nuk e di se sa do filmoj dot kur të lind, po bëjmë dhe një vlog në fundi dhe fillojmë me vlogjet pasaj me çunin. I ka po e mbyll dhe po ndes freskusën se jam bërë qumë djerë, sepse shoh 8 të mëngjesit. Ju puc fort edhe shumë faleminderit për gjitha juve që më keni pritur kaq gjatë për bërë vlog. Ju dua shumë edhe do shihemi kur bëjmë gati valizën e maternitetit.
goca, ja ku jemi nga java e re tani, rrobat e bebit janë hekurosur të gjitha, janë bërë gati rrobat për në valigje, megjithëse valigje nuk e kam bërë ende gati, ju kam thënë që do ju a tregoj në vlog se çfarë kam futur në valigje, çfarë kam vendosur të marr dhe çfarë kam menduar që nuk ja vlen ta marrësh me vete. Gjithashtu ndërkohë këto ditë kam qenë më shumë duke plotësuar formular. Në datën 20 kam ende një termin te spitali sepse duhet të bëja një termin të dytë për të para ta nëse duhet të shkoja te një spital tjetër që është pak më i specializuar apo duhet të lindja aty. Gjithsesi do ju tregojnë për këtë pjesë në datën 20. Kemi marrë dhuratat e para tani. Halla na ka bërë dhuratë së Xholinon, edhe unë aty nuk kam filmuar, po është një Xholino që e zgjodhëm edhe na duk shumë komode, shumë praktike. E kam vendosur në makinë normal, nuk e kam marrë lart në shtëpi, kështu nuk kam se t'ju a tregoj, po kam bërë një foto edhe do ju a lë këtu atë foton. Kështu që Halla, Marlin Roysi edhe burri Hallës, shumë faleminderit. Tani sapo më erdhi një pako tjetër nga Amazoni, edhe është një dhuratë që ma ka bërë shoqja ime, edhe shoku i vogël i çunit, Henry, kështu që ju falenderojmë shumë Kedias dhe Henry. Edhe unë nuk e kam hapur ende dhe nuk i di dizajnin ose se si është, por është një baby nest, sepse shoqja ime më pyeti që çfarë nuk e marr ende dhe për momentin vetëm kjo është gjë që nuk isha marr. Kështu që i falenderoj shumë edhe ta hapim me që e kemi surprizë, ta shohim edhe dizenjin. I thash shoqes time nuk do ta zgjedh, unë do ta zgjedhësh time që është dhuratë ka ty, se un kam besim të shihet tua, se e di që duke qenë shoqe fëmijërie, kemi qenë shoqe që kur nuk e kemi zgjedhur ne njëra tjetrën, edhe e di shumë mirë që shihet tona janë të ngjashme. Kështu që ta shohim pak. Doja që ta hapja duke qenë këtu në kamerë me ju, edhe prandaj hapa kamerën, edhe nuk jam fare gati nuk isha fare gati për të hapur kamerën, po nuk po më pritej ta hapja këtë pakon. E lash njerë, edhe e rriha kështu duke e parë, dija që do ta hapja dhe nuk do duroja dot deri në fund. Kështu që ta hapim edhe ta shohim. O Zot. Mezi po pres. Po dërzoj fare këtë. Atëherë. Ein Geschenk von Kedias and Henry. Enjoy your gift, little sweetheart, from Kedias and Henry. O Zot i madh, edhe këto letra që vijnë nga Amazoni. Kedias dhe Henry ju dua shumë. O Zot, ta hapim me çik tani. Kështu është paketimi. Baby Nasty pra. Kjo është në vakum. Është në vakum. Kështu që do ta hap tani. Edhe do ju tregoj ndonjë video apo hapet moment kjo. Nuk e di. Nuk kam gërshër dhe kam vetëm këtë strilapsin, po e hap me këtë. Shpresoj mos ta bëj pis. Që vogël. Shihesh edhe kjo në vakumë. O hap direkt. O zemra ime. Sa të përqanka. Që ka shumë e bukur. Normal që duhet fryet edhe pak.
fix ngjyra bezh që unë kam qef. Perfekte. Keidja se dhe Henry, shumë faleminderit, ju dua shumë. Tani po e mbyll këtë kamerën se është ora 4:15 edhe do të çohem të bëj drekën burrit se është shumë punë. Edhe do shifemi prap kur t'ju tregoj tani kur ta përfundoj tamam valizën e maternitetit. Ju put shumë edhe shifemi pak më vonë ose një ditë tjetër. Paçi! Përshëndetje goca, ja ku jemi nga data 19 gusht. Sot jemi 37 javë, sipas datës që më ka dhënë ginekologu për të lindur. Tani e kam marrë gjitha gjërat e bebit, nuk më mungon më asgjë nga ato që kam patur në plan të marr. Kështu që t'ju tregoj pak se çfarë kam futur te valizja e maternitetit. Unë e kam bërë gati paraprakisht, e kam bërë që javën e kaluar. Por tani nxorra edhe një herë, të shoh edhe një herë të gjitha gjërat që kam futur, edhe të rregulloj edhe një herë të sistemoj tamam. Si fillim, kam marrë një peshqyrë për vete dhe peshqyrën e kam futur te këto qeset kështu, që ta kem të qesën për të futur te rrobat e palara kur të bëhen për të larë. Tani e vëm peshqyrën në fillim në fund të çantës sipje. Dhe për bebin tu kam marrë 2 fanellata, 2 copa fanellate, kam marrë edhe 5 napa, 2 napa të mëdhaja dhe 3 napa të vogla që janë me dimension 40 në 40 cm, që t'i kem për përdorim për fytyrën ose kur ka të vjella normale. I kam futur në për këto paketimet kështu që t'i kem më praktike edhe t'i gjej më kollaj atje gjërat, mos të vuaj për t'i gjetur. Kështu që napat këtu. Vendosim njëra edhe një batanie të bebit. Batanian e bebit e kam marrë këtu, kam marrë një batanie nga këto jo shumë të trash, ta kem gjithsesi me vete. Nuk e di nëse do më duhet, por gjithsesi ta kem me vete, sepse për veshjen për kompleti që kam marrë për dalë nga spitali e ka vetë batanien, po e ka nga ato bataniet si më punim dore, nuk më pëlqeu shumë materiali aty kompletit, por për një ditë për dalë nga spitali është okej. Ky është kompleti për dalë nga spitali, domethënë me këto ngjyra dhe ky është materiali. Kam futur edhe çorapet me gushoren quhet edhe kapuçën. Këtu i kam futur të gjitha në një qese, dhe kjo është veshja e daljes nga spitali të bebit. Vazhdojmë me veshjen tjetër të bebit. Kam marrë edhe 3 veshje tjera. I kam marrë t'i kem sepse te spitali ku unë shkova për të pyetur për lindjen, që shkova për terminin para lindjes, më tha ajo që nëse ti dëshiron të veshësh rrobat e tua, është okej, për ne nuk ka asnjë problem, sepse kam dëgjuar edhe shumë goca që këtu në spitalet në Gjermani ju veshin rrobat e spitalit. Nuk ka asnjë problem, sepse ato janë të lara dezinfektuara normal. Po si ai qefi që ke ti veshësh rrobat që ti i ke bler, kështu që i kam marrë disa veshje, nëse do jenë okej, do ja vesh, nëse do më thonë atë ditë që do veshim rrobat e spitalit, nuk ka asnjë problem prap, por gjithsesi unë i kam marrë me vete. Veshja e parë, veshja e dytë, edhe veshja e tretë. Tani kam marrë edhe gjërat për vete. Këto janë të gjitha të brendshme. Normale janë edhe recipetat e gjithënis brenda, janë edhe çorapet, është çdo gjë që më duhet. Kam menduar për 3 ditë, jo më shumë, kështu që një komplet gjumi, normale është nga ato me kopsa përpara për gjithënie sa më të lehtë. Edhe e vendosim këtu. Fustan, edhe po ashtu e kam marrë me kopsa përpara. Unë nuk kam patur asnjë veshje shtëpi ose asnjë fustan, asnjë gjë me kopsa përpara, nuk e kam mbajtur kurrë dhe nuk e di se sa do am tentohem të mbaj. Shpresoj mos më rrudhen tek ato qeset. Por i kam hekurosur. Po qenë më rrudha pastaj, nuk e di çfarë do bëj, po shohim. Edhe veshja e tretë e imja. Tani këto janë veshje të gjitha. Ti mbyll pak këtë anën edhe të hap anën tjetër që t'ju tregoj edhe çfarë kam marrë tjetër. Sa shpejt lodhesh tani. Atëherë.
për beben. Kam menduar për 3 ditë 20 panolina. I kam marrë numrin 1 të Pampersit. Nuk e di pse mbas gjitha informacioneve që mora, mbas të gjitha reviewve që pash, edhe për firmat e tjera që kishte review shumë të mira, për mendimin tim Pampersi është një ndër markat më të vjetra dhe një ndër markat më të mira, kështu për momentin kam marrë Pampersin, pasi nëse do kem probleme me bebin, normal që do ndroj, do eksperimentoj me të tjera. Po shpresoj që nuk do ketë. Letrat lagura kam marrë këto water wipes, normal review të Acturation më të mira, edhe normal që çdo kush për bebin e vet mundohet marrë gjërat më të mira me review më të mira. Kam marrë këto që ndihmojnë në gjithëndje, që janë mos rrjedhi qumshi. Këtu kam futur disa gjëra që më duhen për vete. Shampo flokësh, balsami, maska, kremi fytyrës, e tjerë. Kam marrë edhe këta, janë vetëm i përdorimshë dhe më duken shumë të mira për t'i përdorur. Gjithashtu kam marrë edhe disa gjëra për vete, e kuptoni ju gocat që keni lindur për pjesën pas lindjes që do më duhen. Dhe gjithashtu kam marrë edhe pompën e gjirit. Këtë pompën nuk e kam marrë të re, kam marrë të kunatës, nga që unë jam shumë pro gjithënjes tradicionale, për thjesht kjo pompa nëse do më duhet. Këtu brenda janë edhe kokat e silikonit. Gjithashtu pastaj te kjo çanta e Rospanit, që kam marrë këtë pakun e Rospanit vetëm se më pëlqente kjo çanta. Kam futur produktet që do më duhen ekstra. Kam marrë biberonin e Aventit, ta kemi me vete. Kam marrë frutën e dhëmbëve për vete. Kam marrë kremë për fytyrën, për qafën e bebit, kjo është cold cream. Unë kam marrë gjithë linjën e shampove të Uriageit. Kjo më pëlqyen shumë review-ta dhe unë e kam përdorur këtë firmën vetë, kështu që isha shumë pro. Kam marrë gjithashtu kremin e byçës për ndrimin e pelenave me vete. Kam marrë një deodorant për vete. Kam marrë edhe kremin e gjithëndjes. Për kremin e gjithëndjes janë këto firmat Lansino, Mamcozy, e di, janë më shumë emër, po ndonjëherë unë nuk i besoj shumë publiciteteve, nuk i besoj shumë markave, dhe për këtë kremin ja kam parë një gocë që bën vlog, edhe kishte dhënë review shumë të mira mbas përdorimit të atyre kremrave. E kam marrë edhe kam filluar ta përdor pak a shumë, kështu që mendoj se ato review ta vlenin, kështu që për gjitha gocat, ky është kremi që unë kam marrë. Nuk ishte aq i shtrenjtë sa i Mamcozyt edhe i Lansinos, por ishte perfekt. Gjithashtu pastë me dhëmbëve, një kapse flokësh, një lastik edhe çuçat e bebit. Çuçat kam marrë këto të Aventit, këto kam për të larë, nuk i kam larë dhe nuk i kam disinfektuar. Kam marrë edhe, nuk e kam futur në valixhe ende, për do ta fus disinfektantin e çuçave të Suavenex. Nuk e dija që ekzistonte, po shqyr kemi njerëz që na rrethojnë dhe na tregojnë për këto gjëra që nuk e dim që ekzistojnë. Po flisja një ditë me kunatën edhe i thash nuk e di se si do ja bëj tash, sepse nuk më leverdis që të marr sterilizues të mëdhenj, pasi mendoj se nuk do më duhen biberonat. Edhe ta marr tash vetëm për disinfektuar çuçot, më duket pak jo okay. Edhe më tha po ke disinfektant vetëm për çuçot, kështu që direkt u futa online dhe e porosita. Tani un po e mbyll pjesën e valixhes. Normal do fus këtu edhe karikusa, bateri telefoni, edhe gjëra që unë i përdor në jetën e përditshme, kryerin e tjera, por këto do i fus pak më vonë, sepse normal jam duke i përdorur ndërkohë. Edhe snacksa nuk kam marrë akoma asgjë. Mendoj të marr pak te frutat e thata ose te këto kajsit e thata, kumbullat thata, gjëra pak që t'jenë që të ndihmojnë edhe për ato ditët post lindjes. Tani po e mbyll këtë pjesën edhe po ju lë disa video se çfarë kam filmuar këto kohë.
Hej goca, më ka ardhur një pako dhe sinqerisht nuk e jep se nga është, por është me emrin tim, me emrin e burrit, edhe po mendoj që është një pako surprizë. Kështu thash ta hap këtu në kamer, sepse unë kur bëj porosi gjithmonë, se ndonjëherë edhe i harroj porosit që bëj, po gjithmonë e bëj në emrin tim, kështu përderisa është me dy emra, e hapim pak. Dyshoj nga një person, po gjithsesi ta hapim edhe ta shohim. Mendoj që është diçka për bebin, prandaj e hapa kamerën. Edhe është kjo pakoja. O zot, që ka paketime shumë i bukur. E shofim pak që ka brënda tani. Nga që jam emocionuar edhe s'po di nga hapet. Okej. Është një veshje për bebin, por nuk ma thot fare se nga kush ka ardhur. Në zot, për që do të ketë ndonjë letër, mendoj. Okej. Mezi presim të vish baby boy, you are so loved already and Joyce can't wait to be bestest with you, from Joyce and Erinda. Është nga shoqja ime Erinda edhe nga Joyce, goca e vet. Shumë faleminderit, edhe e mendova kur mëra posta dhe merdi kjo pakoja, e mendova sepse më ka kërkuar adresën e shtëpisë edhe nuk ja kam dhënë, por e pas ka gjetur. Kam shoqe shumë të mira. Pak këtu me juve tani, se nuk e kam hap akoma, po që ka shumë i bukur, që ka një dashuri. O zot. Qipe një pak që i butulles. O të vdes. Kapuqe. Pas ka dhe ca çorapet të vogla. Ja dhe çorapet. Që ka shumë i bukur. Ta marr pak atë shoqen tani edhe të flas pak. Të shkruaj më saktë se ajo është në Amerikë edhe të shkruaj të them faleminderit. E ta pyes ku e gjeti adresën time. Kush më ka spionuar? Hej goca, ja ku jemi nga data 25 gusht, akoma baby është e barku edhe nuk ka dalë ende, por gjeni pak, erdhën me dy pako të tjera nga Amazoni. Këto janë nga një kupon që na i kishte sjellë Erinda dhe Joyce, por nuk ishte ardhur atë ditë sepse ishte ndodhur një keq kuptim me Amazonin, një problem që nuk po e përmend këtu. Dhe me atë kuponin unë kam porositur një dy gjëra që i kisha ruajtur te shporta Amazonit, që më kishin ngelur pa i bler akoma. Kështu t'i hapim bashk edhe të shohim se çfarë dhuratash tjera kanë ardhur për bebin, nuk po e përmend emrin se desh më doli. Gjeni pak, kjo është një lodër për te krevati. Edhe është me muzikë, me zhurma të bardha, është me drita, është këto lodrat që rrotullohen, unë kam marrë ngjyrën e zezë, dhe të bardhë, këtu me lodrat me kontrast, edhe mendova se kjo ngjyra do ishte shumë e mirë pasi tërheq më shumë bebin, mendova pasi ka këto kontrastet. Dhe kjo lodra kisha kohë që e ruaja, thjesht po mendoja ta merrja këtë muaj apo muajin tjetër, dhe kjo lodër do shoqëroj shumë gjatë bebin te krevati, kështu që faleminderit edhe një herë Erinda dhe Joyce. Besoj se do ta pëlqej shumë të lodrën. Dhe pastaj pjesa tjetër ju thash unë që unë jam dëshiruar me veshjet e Nextit. Kam marrë këto tutinat, se nga trova, këto tutinat 5 lloje,
I kam marrë nga Nexti edhe janë për 3 deri në 6 muajsh, kështu që bëjmë për pak më vonë, se deri 1 deri në 3 muajsh kisha marrë shumë, edhe nuk doja të rrezikoja më të merrja më. Kështu që shumë faleminderit edhe një herë Erinda dhe Joyce, ju duam shumë, edhe ju puthim më shumë mall nga larg. Erinda dhe Joyce janë në Amerikë, edhe kam shumë kohë pa e takuar. Është një ndër shoqet që më ka shoqëruar në një pjesë shumë të bukur të jetës, edhe tani ajo është mami, edhe unë do të bëhem mami, kështu që bebat tonë do bëhen best friends, besoj. Edhe pse nga larg, po do takohemi shpejt, besoj. Tani unë këtë vlogun po e mbyll këtu. Ju puth shumë gjithave, edhe do shihemi te vlogu i radhës së bashku. Paçim!